Ich habe 2 Geschwister und kam 2 vëllezër ose motra. Ich war nie im Kindergarten und nuk kam qenë asnjëherë në kopsht. Ich hatte oft Streit mit meiner großen Schwester und kisha shpesh grindje me motrën time të madhe. Ich bin gerne in die Schule gegangen, denn da war es nicht so langweilig wie zu Hause. Më pëlqente të shkoja në shkollë, sepse atje nuk ishte aq mërzitshëm si në shtëpi. Mit 7 Jahren konnte ich lesen und schreiben und von da an habe ich immer viel gelesen. Në moshën 7 vjeçare dija të lexoja dhe të shkruaja, dhe që atëherë gjithmonë kam lexuar shumë. Ich habe auch mit meinen Freunden gespielt, aber ich habe nie so gerne Sport gemacht. Unë kam luajtur me shoqërinë time, por nuk isha dëshirë të bëja sport. Ich wollte Journalistin werden, aber nach Meinung meines Vaters sollte ich Apothekerin werden. Unë doja të isha gazetare, por sipas mendimit të babait tim, duhet të isha një farmaciste. Heute bin ich Lehrerin. Sot unë jam një mësuese.